burrat që trajtojnë gratë keq dhe presin që ato të sillen mirë. Dua t'ju them diçka që shumë nga ju e ndjejnë, por rrallë dëgjojnë. Gra, nuk jeni ju problemi. Nuk jeni ju shumë, nuk jeni ju të gabuara sepse reagoni ku lëndoheni. Ku një burr të flet keq, të ul, të injoron, të kontrollon dhe pastaj të thotë sillu mirë, ai po të kërkon të mbash peshën e dy personave. Po të kërkon të durosh atë që ai nuk e merr përgjegjësinë të ndryshoj veten. Shumë nga ju gra jeni mësuar të heshtni që të mos prishni qetësinë familjare. Por kjo qetësi që vjen nga heshtja nuk është paqe, është humbje vetes tuaj. Dhe kur një grua ka humbur veten, nuk mund të shpëtojë dot as veten dhe as marrëdhënien. Nuk mund të trajtosh keq dhe të kërkosh mirësi. Nuk mund të lëndosh dikë dhe të presësh buzëqeshje. Nuk mund të thyesh dikë dhe të thuash sillu mirë. Dhe mbani mend, një burr që ju do vërtet dhe do vërtet jetë me ju, nuk do të kërkojë që ju të zhdukeni nga vetja juaj. Ju nuk keni detyrë të jeni patjetër të qeta. Ju keni të drejtë të jeni të respektuara dhe nga këtu fillon forca juaj. Tani pyetja është, çfarë duhet të bëjë një grua? Së pari të kuptojë që reagimi i saj është normal, nuk është e çmendur, nuk është e dobët, nuk është e tepruar. Askush nuk qetësohet duke u lënduar. Dhe së dyti, të vër kufi, jo me sherrë, por me qartësi, të thotë, kjo më lëndon, nuk e pranoj këtë sjellje, të vendosi kufirin e respektit të saj. Dhe së treti, të mbaj mend mirë këtë. Gruaja nuk duhet jetë e qetë që të meritojë respekt. Respekti duhet jetë i pari, pa të asnjë sjellje e mirë nuk shpëton marrëdhënie. Nëse një burr do një grua të qetë, le t'i krijojë siguri, le t'i krijojë dhe të ndryshojë sjelljet e tij që të kërkojë edhe më pak nga ajo grua.